si kaq të madhe. Pra kjo sasi e kaq e madhe kërkon angazhimin e të gjithë kësaj mbrojtjes kundërajrore. Dhe kjo kalon dhe shpesh në mbi ngarkesë. Pra nuk mund ta përballojë. Në momentin që kjo nuk e përballon, ky quhet mbi ngarkim. E qartë. I mbrojtjes kundërajrore. Pra, një nga qëllimet është, qëllimi është taktik në këtë mënyrë për të mbingarkuar mbrojtje kundërajrore, duke rritur kështu dhe duke detyruar Ukrainën të rrisi kostot e kësaj mbrojtje, sepse ti duke i përdorur të gjithë nivelin e mbrojtjes kundërajrore, pra edhe të gjitha shtresave, automatikisht ky është harxhim dhe kjo është kosto për Ukrainën. Pra është kosto e lartë e mbrojtjes kundërajrore. E para. E dyta kemi një projekcion strategjik. Pra, projekcioni strategjik i kësaj ka të bëjë me goditjen e objektivave jo vetëm në afërsi të terrenit të luftës, pra në afërsi të vijës së luftës, por goditjen e objektivave në të gjithë territorin e Ukrainës deri edhe në kufi siç tham me Poloninë. Dhe kjo bën, pse është projektim strategjik, për arsye se e detyron Ukrainën që ta shpërndajë mbrojtjen kundërajrore. Sa më shumë, pra si e ka të përqendruar kryesisht në zonat afër luftimeve. Dhe kjo të detyron ty ta shpërndash tash mbrojtjes kundërajrore, duke shpërndarë mbrojtjen kundërajrore, pra kjo sjell sforcim të mbrojtjes kundërajrore. Dhe ky sforcim i mbrojtjes kundërajrore krijon sa më shumë krijon pika të shumta të dobta në të cilat nesër mund të deportojnë kollaj raketat dhe dronët pa pasur asnjë lloj kundërshtimi nga mbrojtja kundërajrore. Pra kjo është projekcioni strategjik i shpërndrimi absolutisht, pra përbërësaj. Pastaj kemi, por në vetvete ky operacion i bër përcakton një sinjal shkruajimik. Pra ky sinjal shkruajimik ka dy funksione. Ka dy funksione primare, të brendshëm dhe të jashtëm. Funksioni i brendshëm është që pavarësisht zërave që kanë ngritur në Rusi që shtabi i përgjithshëm ose drejtimi strategjik i luftës nuk është në kapacitetet që të bëjë luftë, pra siç është dyshuar disa herë për shkak të veprimtarive luftarake në ndotat fundit, tashmë këta projektojnë brenda fuqinë që fuqi organizimi, fuqi goditje, sepse normalisht që është edhe fuqi planifikimi kjo. Tregon planifikim të detajuar të mirë ashtu. Dhe e dyta, në aspektin e jashtëm, tregon rezistencë ndaj presionit diplomatik të jashtëm, pra ndaj presionit diplomatik të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, pra të Perëndimit, që po bëhet ndaj Rusisë për të arritur një armë pushim ose pa kushte të tjera. Kjo është presion, është rezistencë ndaj presionit diplomatik dhe tregon fuqi për shkallëzimi përtej kapaciteteve dhe kohërave që përcakton Bashkimi Evropian, pra që përcakton Perëndimi. E qartë. Pra jemi në këtë aspekt. Pastaj vim te një pikë tjetër që është jehona e sigurisë rajonale. Pra pse është jehona e sigurisë rajonale? Deri më sot neve kemi folur që NATO ka përcaktuar që Rusia mund na sulmojë, mund ta bëjë. Dhe shikoni tashmë, përdorimi këtyre raketave, këtyre dronëve deri në kufi, në objektiva në kufi me Poloninë. Siç e tham, detyroi Poloninë dhe NATO që të ngrinte avionët. E qartë. Pra, kjo tregon që çdo lloj operacioni ushtarak i NATO-s, i Rusisë në kufit e NATO-s është shumë i ndjeshëm për NATO-n. Dhe nuk është larg më që nesër për një llogaritje të gabuar, për një veprim teknik të gabuar, mund ky përshkallëzim të vinë në përplasje. Sepse nesër, pavarësisht se sot asnjë nga raketë, asnjë nga dronët nuk ka kaluar hapësirën ajrore të NATO-s, nesër për një veprim teknik të gabuar, për një çështje teknike, pra kjo mund të dalë nga trajektoria. Mund të jetë një për llogaritje e gabuar ta nxjerrë nga trajektoria të hyjë në territorin e NATO-s, automatikisht kjo do të na sillte në një përplasje. Jemi sërish te jehona e sigurisë rajonale që vazhdon të qëndrojë e pasigurt dhe vazhdon të qëndrojë mbi kokën e kësaj lufte. Pastaj kemi edhe pasojën sistemike të luftës, të këtij procesi luftës, i cili ka hyrë në një koncept të ri të luftës. Ky koncept i ri i luftës po shkon në degradimin e kapaciteteve të Ukrainës, jo vetëm të kapaciteteve ushtarake, po të gjitha kapaciteteve ekonomike, edhe të kapaciteteve industriale, edhe të kapaciteteve urbane, sepse janë goditur, përveç janë goditur baza ushtarake të ndryshme, janë goditur qendra të ndryshme të transportit, që bëjnë transport të rënd, pra që përdoret edhe për nevoja ushtarake, qendra energjetike, dhe kjo do sjell mos funksionimin e Ukrainës në tërësi si shtet, pra jo vetëm të ushtrisë. Si shtet dhe të sjell demoralizim shoqëror. Pra në aspektin që ti shkatëron gjitha këto, në të gjitha sjell demoralizim shoqëror, e cila pastaj të çon ty, të detyron që ti të tërhiqesh nga shumë gjëra, sepse nuk e ke shoqërinë që të mbështet në luftën që ti po bën. Dhe ndryshon edhe konceptin, dhe tashmë ky koncept ka kaluar nga koncepti i territorit në këtë lloj sulmi që ka bër në konceptin e shkatërimit të kapaciteteve, pra i është dhënë përparësi
shkatërimit të kapaciteteve dhe jo marrjes së territorit. Çka nuk ka qenë deri tani. Çka që nuk ka qenë deri më tashti. Pra kemi një ndryshim konceptit me këtë sulm. Dhe pse është bërë tashmë ky sulm dhe nuk është bërë më parë? Për arsye se tashmë rusët janë në kapacitetet që prodhojnë diku rreth 300-320 dron në muaj. Pra bëhet llav për dron të mëdhej Shahid, pra këta dronët e mëdhej. E tha dhe rute këtë. Po. Dhe aktualisht ata kanë rezerva diku rreth 5000 dron rezerva. Po prodhojnë diku te 320 në ditë. Pra nuk është se do të kemi për çdo ditë sulme me 400 ca dron, sepse nuk mund ta mbulojnë të kapacitet. Por ama tashmë sulmet me dron do të jenë të përditshme. Pra siç kanë qenë edhe dje edhe sot, pra diku rreth 100 dron, pra do të jetë minimale do të jetë 100 dron. Do këtu do shkojë 2-3 ditë me nga 100, ditën e 4 ose 5 do të kemi 400 ose 500. Dhe kjo sjell atë që tham, shkatërrimin total. A lidhet kjo dhe harxhimin e gjitha kapaciteteve dhe energjive shoqërore. A lidhet kjo Dritan me vendimin në summitin e NATO-s që vendet e NATO-s të rrisin me 5% se kemi pasur një deklarat Lavrovit për këtë le të themi. Nuk besoj që kjo lloj taktike e re që rusët kanë zgjedhur nuk ka të bëjë me këtë, pra ka të bëjë me kapacitetet e tyre dhe ka të bëjë me vendimarrjen e tyre që kanë planifikuar që këtë luftë ta mbyllin në 2026-ën. Se them ta mbyllin 2026-ën, them ta mbyllin 2026 sepse këtë e bazojmë mbi deklaratën e Putinit, i cili para disa ditësh deklaroi që ne parashikojmë që në 2026-ën të bëjmë ulje të shpenzimeve ushtarake. Pra sot Rusia shpenzon 6.3% të GDP-s për nevoja ushtarake. 6.3%. 6.3%. Ishte si deklaratë jo punë e mura. Dhe Putini deklaroi që neve në 2026 parashikojmë që ti ulim shpenzimet ushtarake. Pra fakti që ti ul shpenzimet ushtarake, ndërkohë që je në një luftë, do të thotë që ti planifikon që këtë luftë ta mbyllësh vitin që vjen. Kjo është logjika. Sepse në rast se ti nuk planifikon ta mbyllësh luftën, pra ta mbyllim në aspektin që rusët planifikojnë ta fitojnë. Po ndërkohë që NATO rrit shpenzimet, Putin thotë që në 2026 do t'i ulim për arsye se do të kemi gjë. NATO pavarësisht shpenzimeve që rrit. Pra NATO nuk i ka çuar ushtritë e saj në luftë. Po lufton Ukraina për NATO-n. Kurse Rusia ka çuar ushtrinë e saj, pa shpenzimet e Rusisë shumë më të mëdha. Absolutisht. Pra në momentin që ai e mbyll luftën, nuk ka nevojë të ketë më 6%, po mund të shkojë edhe ky 5% ose 4%, pra si punë, sepse nuk ke harxhime të tjera në aspektin njerëzor, ndonjë që ti mbash me ushqim, ti mbash me lëvizje, me karburant, me gjitha, pra kjo po thua paremron. Dhe unë mendoj që kjo, unë logjikoj që kjo në 2026-ën, pra nuk po them në fillimet e 2000, po deri në 2026-ën kjo luftë mbyllet. Prandaj rusët tashmë kanë mbërritur në këto kapacitete të prodhimit industrial të tyre ushtarak, me të cilat parashikojnë që me këto kapacitete goditje të arrin të harxojnë gjitha kapacitetet ekonomike, ushtarake, shoqërore dhe sociale të Ukrainës, në këtë mënyrë të arrin objektivat e tyre. Dhe objektivi i tyre është marrja e këtyre 4 rajoneve të cilat i kanë do ta diskutoj, po Dritan, ndërkohë që po themi që Rusia pas 2026 do t'i uli në, le të themi, në Kazan, në një qendër aviacioni ku Rusia ndërton bombarduesit e tij të rënd, po rrit kapacitetin dhe regjia e kisha që para të pamjen nëse është e mundur. Pra ka filluar të rrisi kapacitetet në avion. Jo, kjo është ajo që e kishte vënë përpara. Duhet kemi një kapacitet. Atë hartën që lëvizte kështu. Kapacitetet e prodhimeve ushtarake, e industrisë ushtarake janë tjetër, kapacitetet e shpenzimeve ushtarake janë tjetër. Pra, hyn në kapacitetet e shpenzimit ushtarak në atë 6.3% të Rusisë. Por janë të ndara, pra janë të ndara në industri, janë të ndara në shpenzime në burime njerëzore. Harxhimi më i madh aktualisht këto pikat. Po, harxhimi më i madh aktualisht i Rusisë është harxhimi në mbajtjen e kapaciteteve njerëzore në këtë luftë. Sepse aktualisht ka diku rreth 680.000 forca në Ukrainë, të cilët mbahen paguën dhe pagesa e tyre është shumë herë më lartë se pagesa e një ushtari. 680.000 forca ruse. Po. Dhe pagesa e tyre është shumë herë më lartë se sa pagesa e një ushtari që ndodhet në Rusi. E qartë. Pra këto janë shpenzime ekstra dhe në momentin që këto shpenzime ndalen, pra mbaron kjo luftë, atëherë këto shpenzime nuk shkojnë, pra nuk kjo ndalimi i shpenzimeve që ata pretendojnë bëjnë nuk cënon industrinë ushtarake, cënon me shpenzimet që ata bëjnë në luftë. Industria ushtarake do të vazhdojë dhe industria ushtarake do të vazhdojë, por do ndalen shpenzimet e luftës, pra sepse pretendohet që nuk do jetë më luftë, pra ata mund ta marrin, pra pretendojnë që do i marrin këto territore. Deri në fund të 2026-s, me marrjen e këtyre territoreve do krijojnë brenda 2026 krijojnë edhe ato zonat e sigurisë
për ruajtjen e këtyre territoreve dhe do të ndalen aty në rast se nuk do të ketë provokim tjetër pra që ata marrin diçka tjetër. Regjia, lutem ma nxirr pak atë hartën për 2026-ën që e nxorëm edhe para disa minutash. Dritan, ndërkohë kjo është pak a shumë një parashikim se ku po shkohet se ku po shkon Rusia sot me angazhimin që ka marrë. Pra, aktualisht jemi në këto territore, ndërkohë që po tentohet dhe ajo që parashikohet që Rusia do marrë janë pikërisht këto pamje. Pra, deri në lumin Dnipro që shpesh e diskutojmë. Pra, me deklaratën e Putinit që do t'i reduktojnë shpenzimet ushtarake nuk mund të ndodhë kjo, pa me reduktimin e shpenzimeve ushtarake nuk vazhdon më as lufta, pra sepse llogaritet marrja vetëm me Ky është Instituti për Studimin e Luftës, ëh? Unë e kam parë atë Institutin ja, ku e kemi, Institute for the Study of War. Ai instituti është bazuar mbi deklaratat e një ushtaraku Ukrainas, i cili për mendimin tim flet në mënyrë jashtë logjike, pasi po ta lexosh edhe shkrimin që ka bërë ky edhe instituti shpesh i referohet vetëm këtij zotërisë dhe thotë që është ideja e këtij, por nuk e mbështet askund. Pra e përcakton në disa raste që kjo lloj është e pambështetur në fakte. Sepse fakti është kjo, pra fakti është shpenzimi ushtarak, në i pari. Shpenzimi në rast se ti, aktualisht edhe me këto shpenzime ushtarake që ka, nuk mundet që Rusia të marrë këto territor. Nuk mundet me këto shpenzime, pra është detyruar të vazhdojë. Po çfarë synonte kjo goditja e re, po themi që u shkoi deri në kufi me Poloninë, nuk është se para lajmëron këtë? Jo, nuk paralajmëron fare atë, por lajmëron shkatërrimin e të gjitha kapaciteteve ushtarake, ekonomike, sociale, shoqërore të Ukrainës në mënyrë që duke bërë këto ti humbet mundësinë e mbajtjes të këtyre vijave të frontit, sepse nuk ke mundësi as ti furnizosh, nuk ke mundësi as ti mbash, nuk ke mundësi as të prodhosh as me energji, as me gjë, pra nuk funksionon asgjë, nuk kalon asgjë, plus shoqëria nuk është më për vazhdimin e kësaj lufte, sepse gjendet e lodhur nga këto goditje dhe automatikisht të gjitha këto territore kalojnë dhe lëshojnë dhe tërhiqen. Pra, ukrainasit në mos të tërhiqen do të jetë shumë më lehtë për të përparuar për forcat ruse sepse ju mungon në aftësia ekonomike, aftësia ushtarake dhe njerëzore Ukrainës që të mbaj këto territore, dhe të mbaj këto vija fronti. Pra për të bëhet, për harxhimin e kësaj në mënyrë që ti të mos rezistosh këtu. Dhe pasim dhe unë mendoj që është vetëm marrja e këtyre territoreve, sepse këto kapacitete ka aktualisht. Dhe me deklarimin e tyre që do t'i reduktojmë këto shpenzime në 2026-ën, pa marrë parasysh se kur thot pra nuk e përcaktuar në fillim, në mes apo në fund të 2026-ës, pra reduktojmë shpenzimet, do të thotë që me reduktimin e këtyre shpenzimeve nuk do të kemi më aktivitete ushtarake, luftarake në aspektin e marrjes pra ecjes përpara, ofensive. Pra të gjitha kapacitetet do të jenë defensive, pra sepse llogaritet që të kenë marrë këto territore, të cilat ata i kanë futur në kushtetutën e tyre. Aktualisht sot për shembull që flasim, territori i Luganskut është i gjithë nën kontrollin e ushtrisë ruse. Po, pash lajm që kjo është territori i parë ka marrë, pse ende se ka pas s'ka qenë marrë Lugansku, se Lugansku asnjëri nga ato s'ka qenë marrë, vetëm tërësisht. Lugansku u mor para 5 ditësh dhe është deklaruar dje ose pardje nga shtabi i përgjithshëm pra. Ka pasur një tentativë të forcave ruse për të rimarrë territor sërish, por nuk kanë mundur. Pra në momentin që rusët kanë arritur të vendosin në këtë vend një linjë fronti të fortifikuar dhe të forcuar, konsiderohet e marrë tashmë dhe nuk mund ta rimarrin sërish Ukrainasit. Vetëm Lugansku është deri tash vetëm Lugansku është marrë nga të gjithë nga 4 këto rajone të cilat kanë bërë referendum dhe janë shpallur pjesë e Rusisë. Vetëm Lugansku është marrë 100%. Pjesë të tjera nuk janë marrë 100%. Pra Donetsku, Zaporizhia, Kherson. Jo, dhe tashmë luftimet vazhdojnë për Donetskun, vazhdojnë për Zaporizhën dhe për Khersonin. Se ende janë marrë tërësisht. Jo, nuk janë marrë tërësisht. Në rastin e Luganskut tashmë të gjitha këto forcat ushtarake që janë këtu, pra do të kalojnë urdhri i ushtrisë ruse aktualisht është që të gjitha njësitë luftarake në territorin e Luganskut në vijën e frontit kalojnë në rastin në defensiv dhe jo në ofensiv. Pra nuk do të ketë më aksion ofensive ecje përpara për marrje territori, me përjashtim të rasteve ku në pika të caktuara do të mund të kërkohet vendosja e këtyre zonave të sigurisë, tampon zonë. Pra në rast se do të kërkohet, në rast se nuk do të kërkohet do të mbeten në këtë pozicion që janë. Në pozicion defensiv, mbrojtës. Pozicion defensiv, sepse e kanë arritur këtë pikën që është sepse këto është një nga vendimarrjet strategjike, pra marrja e këtyre territoreve, çlirimi që quhen ata i këtyre territoreve. Pra këtë territore kanë arritur. Çlirime quhen ata, të paktën e pashë tek edhe tek agjencia TASS. Gjithë pjesa tjetër do të përqendrohet te Donetsku, Zaporizhia dhe Khersoni.
Pra, këto njësi luftarake që kanë qenë deri tash i përmarrin këtë, tashmë do të kalojnë në defensive dhe pjesa tjetër do të kalojnë në këtë. Pra do të rritet kapacitetet ushtarake ruse në këtë pikë, ndërsa kapacitetet ushtarake ukrainase nuk rriten dot. E qartë. Dhe në momentin që merr, çdo gjë që merr kalon në mbrojtje, kalon në aspektin defensiv. Kjo ofensive e Rusisë po më thua po shkon në pikën që të marr ato që është vendosur ato që kanë vendosur. Edhe nga absolutisht.